Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku si të ulni nivelin e lartë të sheqerit në gjak vetëm me këto ushqime. Kur dikush vuan nga diabeti organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mundet që ta përdor atë siç duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptomash siç janë për shembull drobitja fizike apo sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është pikërisht ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mirat sepse ato nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Drithra të plota ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukëve duhen shmangur, buka prej elbi dhe ajo prej drithi të plot kanë një nivel të ulët glicemie. Ato janë të pasura me fiber e cila gjithashtu ngadalson tretjen dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrush dhe moll. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glikemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glikemisë mundet të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë glikemie sepse shtrydhja largon njëkohësisht fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rrush dhe moll kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti tipit 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë glikemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër janë të pasur me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt bulmeti i cili ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glikemie dhe mbi të gjitha është i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka një nivel të ulët glikemie dhe ka pak gjasa që të shkaktojë luhatje në nivelin e sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon gjithashtu në mbajtjen nën kontroll të glikemisë dhe ul gjithashtu yndyrat në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet që të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur me fiber dhe kanë një nivel të ulët glikemie prej 9,55. Ato janë gjithashtu të pasur me proteina, me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale si për shembull magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhen konsumuar gjithashtu pa e tepruar dhe në variantin e pa përpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet që të hahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivel glikemie dhe ato janë më të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat të cilët janë të rrezikuar prej tij. Diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve që mund të konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këtu futet sheqeri, buka, prodhimet të brumit dhe madje edhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre munden që të kthehen në një kur të vërtetë. Këtu futen karrotat të cilat sipas ekspertëve munden të ndihmojnë edhe në trajtimin natyral të diabetit dhe konkretisht lëngu i tyre
është fantastik mbi çdo çështje tjetër. Karrota dhe diabeti. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karotene, vitamina A, antioksidant, fibra dhe njëkohësisht një sër nutrientësh. Një karrotë mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët thonë se edhe vitamina B6 dhe B ka një rol të fuqishëm në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet gjithashtu edhe me shfaqjen e diabetit të tipit 2. Vitamina A nga ana tjetër ndihmon edhe për sa i përket kontrollit të sheqerit në gjak, duke e balancuar atë pikërisht për njerëzit që vuajnë nga diabeti. Fibra është gjithashtu e rëndësishme për të ulur dhe për të parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet që ta pini lëngun e karrotës? Megjithëse kanë një shije të ëmbël, ju mundet që ta konsumoni atë pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe karbohidrate, por kjo nuk do t'i ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që kjo të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët rekomandojnë të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë, pasi ka nivele të mëdha karotenoidësh, të cilët ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës mundet ta pini menjëherë, siç është ta shtoni në sallata, ndërsa me mbetjet nga shtrydhja ju mundet që të përgatisni një kek. Receta e duhur për diabetin. Të konsumosh pije të ëmbla kur jeni me diabet duket si diçka tepër e vështirë, por kjo që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video është një pije tërësisht e sigurt. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 800 gram karrota dhe 200 gram moll jeshile, 20 ml lëng limoni, 20 gram ginger. Përgatitja: pritini të gjitha në copëza të vogla dhe shtrydhini. Më pas, ruajini të mbyllur në frigorifer ose mundet që ta konsumoni menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët përtej diabetit do t'ju ndihmojë që të aktivizoni sistemin tuaj tretës, rregulloni presionin e gjakut dhe njëkohësisht ju forcon shikimin. Edhe lëngu i bamjeve, ku do t'ju duhen 4 bamje të freskëta të lara dhe një filxhan çaj me ujë, është një pije ideale për sa i përket uljes së nivelit të sheqerit në gjak. Hiqni majën dhe bishtin e bamjeve, pastrojini ato me kujdes dhe vendoseni ato në ujë në një enë. Mbajini bamjet në ujë për gjithë natën. Shumica e ushqyesve të bamjes gjenden pikërisht tek lëkura dhe fara do të përthithen nga uji. Lëngun pijeni në mëngjes me stomakun bosh pothuajse 30 minuta përpara se të hani vaktin e parë të ditës. Pijeni këtë lëng çdo ditë për një javë dhe do të vëreni përmirësimet në shëndetin tuaj. Përgatiteni atë çdo darkë në mënyrë që të merrni të gjitha vlerat. Këtë kur ju mundet që ta përsërisni një herë në muaj. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Në rast se simptomat të zgjasin në kohë, e mira është që të shkoni me patjetër tek mjeku juaj për të bërë kontrollin e duhur.